Truri është organi më rëndësishëm i trupit ton, ai kontrollon çdo mendim, ndjenjë dhe lëvizje që bëjmë. Por si çdo pjesë tjetër e trupit, edhe truri ka nevojë për karburant, të duhur për të funksionuar në maksimum. Ja 5 ushqimet më të fuqishme që ndihmojnë në përmirësimin e kujtesës, përqendrimit dhe mbrojtjen nga plagja mendore. Peshku yndyror, burimi i arti omega 3, peshqit si salmoni, skumbria, toni dhe sardelet janë të mbushur me acide yndyrore omega 3, të cilat janë përbërësi kryesor i qelizave nervore. Omega 3 ndihmon në ndërtimin e strukturës së trurit, përmirëson komunikimin nëpërmjet neuroneve dhe rrit kujtesën afatgjatë. Studimet tregojnë se njerëzit që konsumojnë rregullisht peshk kanë më pak rrezik nga sëmundjet neurodegenerative, si Alzheimer dhe demenca. Këshill, konsumo peshk 2-3 herë në javë për të mbajtur trurin më të mpredh dhe më të shëndetshëm. Frutat e pyllit, mbroja natyrale e trurit, boronicat, mjedrat dhe manafera janë super ushqime të pasura me antioksidantë dhe flavonoide, të cilat ndihmojnë në mbrojtjen e trurit nga stresi oksidativ. Këta përbërës forcojnë lidhjet ndërmjet qelizave nervore, përmirësojnë kujtesën dhe ngadalësojnë proceset e plagës mendore. Një grush frutash pylli çdo ditë mund të përmirësojë funksionet njohëse dhe madje edhe humorin. Këshillohet të përdorë në mëngjes me kost ose të përzierja në smoothie për energji mendore gjatë ditës. Arrat dhe farat karburanti për mendjen. Arrat, bajamet, farat e lirit dhe farat chia janë të mbushura me vitaminë E, omega 3 dhe minerale si magnez dhe zink. Këto ndihmojnë në mbrojtjen e trurit nga dëmtimet qelizore dhe përmirësojnë funksionet njohëse. Mirëmbrëma dhe një herë të dashur miq nga televizioni i njohur NTV. Sot do të jemi për të biseduar për një temë shumë specifike, por para se të hyjmë në emision, sot është data 12 nëntor dhe është fillimi i panajirit. Unë atje do të kem 2 librat e mi, librin e parë që titullohet Udhëtimi i ushqimit në trupin ton dhe librin e dytë Kënga e zorëve, Simfonia e shëndetit dhe e vetdijes. Do të jem në standin e Irisoft Education, pra në shtëpinë botuese e Irisoft dhe do të jem në katin e dytë. Shpresoj që atje të kalojmë momente të bukura dhe momente gjithnjë produktive dhe të shëndetshme. Ndërkohë që libri i tretë akoma nuk ka dalë dhe është në proces shkrimi, sepse kërkon shumë informacion dhe nuk mund të bëhet se jo fjala shqiptare që ne kemi shkel dhe shko. Dhe shpresoj që të qihemi pas ditëve atje nga data 12 nëntor deri ditën e diel që është edhe fundjavë. Këtë ua bëra si fillim ose si një hyrje për datat e panajirit, që do të mbahet në Pallatin e Kongreseve në Tiranë. Tani le të fokusohemi pak në emisionin e sotëm. Unë e kam përkufizuar emisionin e sotëm për trurin dhe do të flasim për ato 5 ushqime të cilat rigjenerojnë, forcojnë kujtesën. Kush nuk do që të ketë kujtesë të shëndetshme dhe kush nuk dëshiron që të mbaj mend. Të gjithë dëshirojnë. Dhe pikërisht do të flasim për ushqimet më të mira të kujtesës ose për ato energji apo ato ushqime të cilat mbartin një dritë dhe këtë dritën ja transmetojnë qelizës. Këto ushqime nuk mbrojnë vetëm trurin, por mbrojnë edhe mëlçin, mbrojnë zorën, sistemin kardiovaskular, kanë edhe PubMed studime shkencore. Këto ushqime mbrojnë edhe organet të tjera, si shpretkën, mbrojnë traktin urinar, mbrojnë veshkën e shumë të tjera. Le të fokusohemi pak tek truri. Ushqimi i parë, pra thash 5 ushqimet që rigjenerojnë kujtesën dhe forcojnë kujtesën. Dhe dihet që një kujtesë e shëndetshme është drita e neuroneve, është një armë forte e neuroneve sepse ne mbajmë mend shumë gjëra dhe nëse ne mbajmë mend shumë gjëra, kemi dhe armën e duhur në trup ose në tru për të bërë të mundur ose për të garuar me një person, për të garuar në një proces të ndryshëm ose në një garë të ndryshme e cila mund të jetë me një poezi, me një tregim. Pra gjithnjë kujtesa e shëndetshme lidhet me një tru të shëndetshëm dhe me një inteligjencë të shëndetshme, sepse kujtesa forcon dhe e shkathëson inteligjencën. Ndërkohë, ushqimi i parë cili ishte? Ky ushqim është si dritë për qelizën, ky ushqim është si një pigment natyral që ofron jo vetëm dritë, por dhe disa pigmente natyrale të cilat unë do t'i përkufizoja si antikancerogjene, antivirale dhe antimikrobiale. Bëhet fjalë për karotën. Karota ka pigmente natyrale fantastike. Karota përmban karotenoid fantastik, përmban dhe disa ksantomikrola dhe poliacetilen shumë të mrekullueshëm. E përmenda karotën si një lëndë ushqimore që derdh dritë në qelizë, sepse ka veti antimikrobiale, është kundra mykut dhe kundra vdekjes së qelizës.
madje përforcon dhe neuroplasticitetin. Karotat në ditë mund konsumojnë ose me mollën, ose me gjinxherin, ose me pjeshkën, ose me kumbullën, ose me dardhën. Pra mund të bëhen dhe në supë. Unë më shumëtje preferoj karotën që të bëhet ashtu siç është. Pra të konsumohet siç është. Dhe mos të kalojnë temperatura shumë të larta. Karota përmban pigmente natyrale lipofilike të cilat janë jetike për qelizën. Ato të cilat quhen karotenoid dhe karotenoidët përthithen aty ku ka pigmente biliare. Fiziologjia e vërtet e bimëve nuk do të thotë se nëse ne konsumojmë bimë, konvertohemi në majmun apo konvertohemi sepse gjej fjalë të tilla të cilat nuk kanë lidhje me shkencën, nuk kanë lidhje me të vërtetën dhe nuk kanë lidhje me bazat fiziologjike të qelizës. Trupi ynë nuk është majmun, ne jemi njerëz, por të kundërshtosh botën fantastike, pigmentet natyrale, antioksidantët, polifenolët, izoflavonët, tek bimët është e pasakt dhe komplet jo shkencore. Dhe bimët e kanë shoqëruar njerëzimin për gjatë gjithë fazave të tij të jetës. Dhe karota është një ndër ato ushqimet që mbron stresin, që mbron neuronet përkundrejt stresit oksidativ, mbron neuronet përkundrejt plakjes, mbron dhe trurin përkundrejt uljes së kujtesës. Përmban karotenoid esencial, neoksantinat, përmban disa lëndë të tjera të cilat quhen leoksantinat, përmban luteinat. Karotenoidet kërkojnë bil që të përthithen, ose sekrecione biliare që të përthithen. 1 karot deri 2 karota në ditë janë të rëndësishme. Mund të bëhen në formën e sallatës me lakrën e bardhë ose me lakrën e kuqe, të bashkuara dhe me vajin e ullirit të grira holl. Tjetër, mund të bëhen si lëng karote nëse fëmijët nuk duan që ta konsumojnë ashtu siç është e gjallë. Mund të bëhet me 1 mollë dhe me 1 portokall, në formën e lëngut të tyre. Unë nuk jam pro i lëngjeve të frutave, por nëse një fëmijë e dëshiron që ta konsumojë si lëng, mund ta bëj me pak fruta, me karot ose me mollë ose me portokall. Çfarë përmbante tjetër? Përmbante një lëndë e cila quhet antiroksanton. Antiroksantonët, kriptoksantonët, neoksantinat, loroksantinat, violaksantinat. Këto janë karotenoid që përthithen në sekrecion biliar. Antiroksantonët janë pigment natyral që mbrojnë dhe qelizat në trurin e vogël. Ne në tru, në sistemin nervor qendror, kemi një bërthamë ekstramotorike e cila quhet palidum, e cila kontrollon lëvizjet automatike elementare dhe tonusin e muskulaturës. Palidumi ndodhet në tru, forcon unkusin, është një region në trurin e madh, afër lobeve temporali i cili quhet unkusi, aty ndodhet edhe pjesa e hipokampusit. Karota forcon kujtesën, karota forcon dhe pastron mukozën e stomakut. Çfarë bën? Nëse ne kemi një ulçër në stomak, pureja e karotës, supa me karotë dhe me kungull është esenciale për të rigjeneruar dhe për të forcuar mukozën e stomakut. Karota nuk është vetëm për trurin, por është edhe për të rigjeneruar organet. Pasi përmban antioksantonët, neoksantinat, violoksantinat, karotenoid esencial, përmban vitamin E në nivel të konsiderueshëm ose tokoferol. Çfarë përmban tjetër karota? Përmban përsëri antioksidant të fuqishëm, panaxidolin, spatulenolin, falkarinoli. Këto janë fuqisues të membranave qelizore, forcojnë sintezën e fosfolipideve, spatulenol, falkarinol, panaxidol. Përmbante njëkohësisht dhe gitaloksinën dhe patuletinën, gitaloksin, patuletin, falkarinol, panaxidolin. Këto janë lëndë që mbrojnë qelizën nga stresi oksidativ. Karota rigjeneron paretet e stomakut, forcon paretet e stomakut dhe rigjeneron qelizat në trurin e vogël. Është shumë e mirë dhe për të forcuar neuronet në trurin e vogël, që truri i vogël merr pjesë në rregullimin e posturës së trupit, merr pjesë në koordinimet e trakteve ose në koordinimet e lëvizjeve motorike. Truri i vogël ka disa bërthama, nucleus globosus, nucleus emboliformis, të cilat janë jetike për kontrollimin e tonusit të muskulaturës, për rregullimin e lëvizjeve automatike, për pjesën e posturës trupore, pra për lëvizjet e koordinuara në hapësirë. Dhe madje forcon dhe traktet është një region në tru, i cili quhet area ventralis tegmentalis anterior. Forcon dhe qelizat apo bërthamat e qelizave në traktin apo në regionin e pjesës së qafës, ku aty janë shumë fije nervore.
ndryshe quhet si dhe bërthamat, ndryshe quhen dhe bërthamat retikulare. Karota 1 deri në 2 në ditë është shumë e shëndetshme. Lëngu i saj tek fëmijët, nëse duan ta konsumojnë ashtu, përsëri është i shëndetshëm. Unë personalisht, nëse doni këshillën time personale, këtu heqin fëmijët që nuk mund ta konsumojnë ashtu sepse e duan më shumë ti lëng, duhet të konsumohet siç është, sepse pigmentet natyrale merren më mirë ashtu, ksantofilenët, poliacetilenët, gitaloksinat, patuletinat, falkarinoli, panaksidoli, merren më mirë ashtu siç janë, ksantomikronët, këtu kemi dhe antiroksantinat, këtu përmendën kriptoksantinat, neoksantinat, merren më mirë ashtu siç janë. Dhe mund të bëhet ose si supë ose në sallat. Kalojmë tek një ushqim tjetër. Është boronica. Boronica është eliksiri i trurit. Boronica është eliksiri i trurit. Boronica është ose vepron si një shkop magjik për të pastruar inflamacionin në tru. Ka dhe studim shkencor për këtë që boronica merret ose është në formë ndihmuese në trajtimin e disa llojeve të tumoreve në tru. Pra, ndihmon dhe është formë ndihmuese, mbështetëse e disa tumoreve në tru. Boronica është esenciale dhe boronica përmban disa pigmente natyrale të cilat kanë një ngjyrë të errët. Këto quhen antocianina, leukoantocianina, të cilat janë pelargonidinat, peonidinat, cianidinat, pelargonidinat. Cianidinat dhe pelargonidinat forcojnë cipat e trurit, pia mater, dura mater, arachnoide mater. Dhe boronicat, konsumimi boronicave, të paktën nëse ne mundohemi, sepse kanë dhe pak çmim të lartë, të paktën në një javë, nëse ne i konsumojmë pothuajse 4-5 herë një javë, edhe nëse i konsumojmë në mëngjes, sepse fazat detoksifikuese në mëngjes janë shumë herë më të larta, forcon glutation peroksidazën, forcon glutation transferazën, adenozil metionin transferazën, disa metil transferaza, pra forcon dhe mbështet funksionet detoksifikuese të mëlçisë dhe të trurit. Përdoret edhe një herë tjetër si terapi mbështetëse. Gjithnjë kjo në konsultim me personelin mjekësor më të afërt. Ndihmon rikuperimin e qelizave të trurit nga ndonjë insult, nga ndonjë goditje në tru dhe përkundrejt disa tumoreve intraaksiale. Edhe një herë tjetër, mbron neuronet përkundrejt inflamacionit, redukton edemat cerebrale, edemat vazogjenike. Kur bie një insult, konsumimi boronicës dhe konsumimi frutave të pyllit, këtu futim mjedrat, këtu futim manaferat, këtu futim manin, këtu futim boronicën, kanë vlera të jashtëzakonshme. Sidomos që të forcojnë kujtesën, por dhe për të ulur inflamacionin. Këte bëjnë pigmentet natyrale, të cilat unë i përmenda, pelargonidinat, peonidinat, cianidinat, pelargonidinat, të cilat janë pigmente natyrale dhe që këto përthithen në ujë. Ndërsa pigmentet natyrale të cilat janë karotenoidët te karota përthithen ku ka substanca vajore dhe përthithen me anë të sekrecioneve biliare të cilat derdhen gjatë kontraktimit të kolecistës me anë të kolecistokininës drejt murit fillestar apo sektorit proksimal të duodenit. Ndërsa boronica është përkundrejt disa tumoreve në tru dhe ka vlera të jashtëzakonshme sepse mbështet trurin, redukton inflamacionin dhe forcon kujtesën. Si mund të bëhet? Mund ta bëni me kos në mëngjes. Mund ta konsumoni me ara. Mund ta konsumoni me ara të kombinuar, pra kos me boronica ose boronica me ara. Mund ta konsumoni me faralini, me farasusami. Unë e preferoj më shumti me ara dhe është eliksir ose vepron si një shkop magjik për të fshirë radikalet e lira dhe për të reduktuar molekulet reaktive të oksigjenit. Ka shumë vlera. Dhe nëse doni që të pyesni një dozë, 2 luggjeve në ditë janë të mjaftueshme me boronicë. Ashtu siç ishim te karrota, që 1 deri në 2, që mund konsumohet ose në sallat, ose në supë, me kungull ose supë me perime. Ndërsa boronicat me ara, me lajthi ose me fruta të thata, por dhe me kos. Fëmijët e kanë deri diku të domosdoshme dhe mundohuni dhe përpiquni aq sa mundeni. Ushqim tjetër. Unë dua që të klasifikoj vajin e ullirit dhe do kalojmë te peshku, por tek vaji i ullirit që të mbrim pak, vaji i ullirit përmban lëndë jetike.
Vaj ullirit nuk e di se nuk kam fjalë për të thënë për përfitimet organike dhe mjekësore të vajit të ullirit. Vaji i ullirit përmban oleokantal, përmban disa fenilpropanoid dietik, përmban disa poliacetilen dietik, përmban antioksidant shumë të fuqishëm. Alkaloid nuk ka vaji i ullirit, më shumë ka polifenol, sepse polifenolët janë molekula të cilat kanë vargje të gjata. Izoflavonët kanë më pak dhe metilflavonët janë flavonoid të metiluar, pra kanë grupe metilit, CH3, ndërsa antioksidantët dhe acidet yndyrore të cilat janë tek truri, acidi linoleik, acidi linolenik, çfarë bëjnë? Forcojnë sintezën e prostaglandinave. Çfarë bëjnë? Forcojnë sintezën e ciklit pentozik, forcojnë sintezën e këtyre pentozave të fosfoliruara, të cilat përdoren për ndërtimin dhe për formimin e ARN-s, të ADN-s, të acetilkoenzimës A, të nikotinamid adenin-dinukleotid difosfatit, flavin adenin-dinukleotid difosfatit, të cilat to shërbejnë si transportues të energjisë brenda sistemit mitokondrial, të cilat ç'a bëjnë? Presin elektronet nga oksidimi i karbohidrateve, aminoacideve dhe i acideve yndyrore. Vaji i ullirit çdo ditë nga një lugë gjelle, nga një lugë çaj në mëngjes, mbron përkundrejt kancerit të zorës trash, forcon memorin deri në 20-30% çdo ditë konsumimi vajit të ullirit, sepse është eliksir dhe siç ishte boronica, sepse përmban acide yndyrore me zinxhir të shkurtra, forconte sintezën e prostaciklinave, të disa kalikreinave, të disa prostaglandinave, ishte oleokantali, oleoreupeina, dekarboksil metil oleurepeina, që është një molekule metiluar, forconte, bënte të mundur dhe forcimin e enzimës së DAO, diaminooksidazës, për të coptuar histaminën së bashku dhe të monoaminooksidazës. Nga një lugë çaj për fëmijët në mëngjes dhe për të rriturit një lugë gjelle në ditë në mëngjes. Këtë mund ta përdorni nëse mund të dëshironi, ose para ushqimit në mëngjes, ose para ushqimit në drekë. Për fëmijët me pak vezë është shumë esenciale. Veza dhe vaji i ullirit për fëmijët janë jetike, janë të rëndësishme. Këtu kemi vajin e ullirit që e kam thënë dhe në emisione të tjera. Mbron trurin përkundrejt inflamacionit, shton neuroplasticitetin, shton faktorin neurotrofik cerebral, pra shton prodhimin dhe sintezën e qelizave të reja, të cilat mbrojnë trurin nga inflamacioni, forcon qelizat gliale, forcon mikroglian, të cilat bëjnë të mundur reduktimin e inflamacionit, të astrociteve, që janë në formën e yllit, të oligodendriociteve, që merr pjesë dhe në sintezën e mielinës, që mielina është në fakt një molekule ose një shtresë mbështjellëse që mbron traktet nervore nga inflamacioni, toksinat, substanca toksike, metabolitet inflamator, ngarkesat toksike, sikurse edhe nga lipopolisakaridet ose nga disa proteina që prodhojnë nga inflamacioni në zor leaky gut. Pra vaji i ullirit është përkundrejt inflamacionit në zemër, në tru, në veshka, në mëlçi, në zor dhe mbron trurin nga vdekja e neuroneve, forcon sintezën e qelizave gliale dhe është shumë i shëndetshëm sepse truri 80% e tij është vaj. Truri, duke qenë se është 80% e tij vaj, ka nevojë për acide yndyrore me zinxhir të shkurtër të pangopura. Acid linoleik, acid linolenik, që këto konvertojnë në acid dokosaheksanoik dhe eikosipantonetik. Janë të shëndetshme sepse bëjnë të mundur pastrimin e mbeturinave në tru. Dhe përsëri vaji i ullirit përmban oleurepein, përmban linoleik, acid linolenik, fitosfingozide, acide yndyrore, tokotrienol, përmban vitaminën E, përmban mangan, është shumë i rëndësishëm dhe shumë jetik. Dhe acidi linoleik ishte një molekul e rëndësishme për sintezën ose për formimin e disa molekulave që ndërtojnë shtresat bilipidike ose membranat qelizore, fosfatodilkolinën dhe fosfatodiletanolaminën. Vaji i ullirit çdo mëngjes nga një lugë çaj për fëmijët me pak vezë është shumë i rëndësishëm. Tani le të kalojmë pak tek veza. Veza, për mendimin tim, për fëmijët, vezë organike këtu e kemi fjalën. Për fëmijët 1 deri në 2 në ditë, nëse nuk kanë probleme me alergjin, nëse nuk kanë probleme me parazitët, jepet. Veza 1 deri në 2 në ditë është jetike. Veza
le të çajmë pak mitet dhe të zbërthejmë pak mitet për vezën. Nëse është organike, 1 deri në 2 në ditë për fëmijët, ka shumë vlerë. Veza përmban vitologeninën. Veza përmban disa proteina të cilat quhen ovotransferinën. Vitologeninën, ovotransferina është proteina transportuese e hekurit që ndodhet tek veza. Ovotransferina tjetër përmban lizofosfatodilkolinën. Lizofosfatodilkolina përdoret si molekul për të forcuar membranat qelizore. Dhe fosfatodilkolina është në ndërtimin e membranave qelizore. Ovotransferina, vitologeninat, lizofosfatodilkolinat përmban nga ana tjetër, omega 3 patjetër, përmban tokotrienol. Veza është ushqimi nëse është organike dhe nëse është e freskët, ka vlera shumë të mëdhaja. Përmban ovotransferinën që proteinat dhe acidet yndyrore më të vlefshme ndodhen tek e verdha e vezës. Dhe nëse fëmijët nuk kanë një alergji dhe fëmijët nuk kanë probleme me parazitët, një apo 2 në ditë me pak vaj ulliri, me pak avokado, mund ta përdorin, sepse ka vërtet vlera shumë mëdhaja. Kemi edhe një protein tjetër e cila quhet fosfovitin. Fosfovitina është një proteinë e cila përmban fosfat. Fosfovitina, ovotransferina, vitologeninat, lizofosfatodilkolinat. Por një proteinë e rëndësishme ishte fosfovitina, e cila ishte një proteinë që përmbante fosfat. Dhe fosfati është shumë i rëndësishëm dhe për kodin ton genetik për ADN-n. Pra, fosfovitinat, lizofosfatodilkolinat, vitologeninat dhe ovotransferinat. Ovotransferina ishte një protein që transporton hekurin. Nëse nuk keni alergji nga veza, fëmijët 1 deri në 2 në ditë mund ta konsumojnë. Ndërsa nëse keni problematika, sepse këtu jemi në një emision televiziv dhe me këshilla duhet jemi shumë të kujdesshëm cilat japim, ndonse janë edukuese dhe informuese, patjetër që duhet kemi shumë kujdes. Nëse keni problematik me ta shtuquajturin kolesterol, mund ta përdorni vezën me këshillimin e mjekut që u ndjek, ose me këshillimin e personelit mjekësor që u ndjek. Dhe persona cilët kanë një rritje të kolesterolit mund ta përdorin 3 deri në 4 herë në javë vezën. Ndërsa ata personat e tjerë që nuk kanë probleme me atë dhe që nuk kanë alergji ose që nuk kanë shfaqje të parazitëve, mund ta përdorin pothuajse çdo ditë, 1 deri në 2 herë në ditë. Fëmijët e kanë të rëndësishme sepse përmban kolin, lutein, këto janë molekula të rëndësishme. Luteina është fantastike. Kolina është shumë e rëndësishme sepse konvertohet apo kthehet në fosfatodilkolin, që fosfatodilkolina përbëhet nga 2 acide yndyrore, një glicerol fosfat dhe një kolin. Dhe zakonisht formohet në membranat e retikulumit endoplazmatika granular. Fëmijët e kanë të rëndësishme që një mëngjes i shëndetshëm është pak vezë, pak ara dhe pak avokado, ose vezë, ara dhe pak kos, mund të jetë kefir dhe me pak sallatën. Por fëmijët është e shëndetshme. Kalojmë pak tek peshku, që janë sardelet. Shumë mund të thonë salmoni, ose shumë mund të thonë peshqit e tjerë. Unë mbështes sardelet. Sardelet janë më të vogla dhe niveli i metaleve të rënda ose i kontaminimit të molekulave ose të substancave të cilat ata kanë në trup janë më të reduktuara dhe më të ullura. Ne njohim shumë sardelen sepse jemi dhe një popull që nuk është se kemi shumë informacion për peshqit e huaj. Dhe sardelet, për mendimin tim, janë ushqim i shëndetshëm dhe personat me sëmundje të sistemit kardiovaskular. Konsumimin e peshkut të paktën 1 herë deri në 2 herë në javë duhet ta kenë deri diku si një sistem alarmi, jo si një sistem alarmi, por si një sistem paralajmërues. Te këta persona më i shëndetshëm është peshku se sa mishi. Për atë personat me sëmundje kardiovaskulare, të cilët janë nështruar një ndërhyrje kirurgjikale tani afër, si pasojë një insulti, si pasojë një goditje, si pasojë një infarkti cerebral, si pasojë një infarkti në miokard, arresti kardiak, supa me peshk, konsumimi i peshkut është shumë i vlefshëm. Të paktën peshku i vogël, sardelet, sepse përmbajnë acide yndyrore
Peshku përmbante kolin si që kishte veza. Peshku përmban acid okosaheksanoik, acid eikosipantonetik, përmban molekula të rëndësishme për të forcuar membranat qelizore, për të parandaluar oksidimin e lipideve, parandalon njëkohësisht dhe prodhimin ose rritjen e niveleve të larta të radikaleve të lira, të cilat ndryshe quhen dhe molekulat reaktive të oksigjenit. Forcon mitofagjin, forcon dhe pastrimin e mitokondrive që është mitofagjia. Bën të mundur që qelizat ketë një vdekje të shëndetshme që quhet apoptoz. Dhe këta persona të cilat kishin probleme me sëmundjet kardiovaskulare, më shumë të shëndetshëm kanë peshkun, kryesisht të vogël, sesa konsumimin e mishit. Peshku të paktë një herë deri në 2 në javë. Dhe fëmijët mund ta konsumojnë nëse duan, mund ta konsumojnë nivele më të larta, por për një person ose për një familje mesatare këtu në Shqipëri, pasi dhe unë ndonë se jo flas, përpiqem që atë ta konsumoj gati një herë në javë. Por nuk duhet në konserva, nuk duhet i konservuar ose i paketuar, nëse mundeni sardele si që është e freskët. Pra përmendëm karrotën, përmendëm vajin e ullirit, përmendëm boronicat, përmendëm vezën dhe peshkun, që është zakonisht i vogël. Dhe peshku përmban acide yndyrore të vlefshme për trurin. Ka dhe shumë ushqime të tjera të cilat ne dy ushqime do t'i lëmë për emisionin e ardhshëm, sepse ato janë ushqime të cilat nuk është se janë eliksira apo si një shkop magjik për trurin që ndezin dritën e qelizë, por janë edhe për problematika të tjera. Por këtu unë më shumë ti dua të theksoj ato të cilat thash në fillim, karrotën dhe boronicën. Boronica ishte fantastike, sepse ishte së bashku me karrotën, që karrota përmbante karotenoid, dhe boronica përmbante antocianinat, pelargonidinat, peonidinat, cianidinat, pelargonidinat. Karrota përmbante pigmente natyrale që përthithen në yndyrën të bilës që sekreton. Neoksantinat përmbante viroksantinat, artenoksantinat, mezoksantinat, astaksantinat, luteinat, që i ka dhe veza. Pra karrota dhe veza përmbajnë pigmente të shëndetshme që ulin inflamacionin, forcojnë rezistencën elektrike transepiteliale midis qelizave që rrethojnë murin e zorës së hollë. Dhe në supë ose siç janë shumë të vlefshme, sidomos boronica. Por ushqimet cilat ose konsiderojnë shumë tek ato ushqime të cilat forcojnë kujtesën. Pra karrota, boronica, vaji ullirit, veza dhe peshku kanë shumë vlera. Këto do t'i lëm pak në emisionin tjetër, sepse do të përmendim dy ushqime shumë të rëndësishme përsëri për trurin, por do t'i lëm pak surprizë dhe dua që në zemrën tuaj ose dua që në trurin tuaj të ngelet përsëri emocion i veçantë për emisionin tjetër. Sepse gjithnjë dihet që kur thuhet truri, kujtesa, memoria, dihet që patjetër vëmendjen duhet ta përqendrojmë atje, sepse kush nuk do që të ketë një memorie të shëndetshme. Memoria e shëndetshme sjell dhe plakje të ngadalë të trurit, dhe këto ushqime njëkohësisht bëjnë të mundur dhe ndalimin e plakjes së trurit. Parandalojnë demencën dhe shumë sëmundje në tru. Boronica, karrota, veza, peshku, sikurse e përmendëm dhe pak më parë vaji ullirit. Pra edhe një herë tjetër, këto janë ushqime që forcojnë kujtesën dhe përdoren si terapi mbështetëse dhe terapi ndihmuese në disa probleme ose në disa sëmundje të rrezikshme të trurit. Gjithnjë duke konsultuar me personelin mjekësor. Edhe një herë tjetër, vaji ullirit, karrota, boronica, veza, peshku janë ushqime të cilat ndezin dritën e qelizës dhe forcojnë neuronet që reduktojnë inflamacionin dhe qelizat e trurit që reduktojnë inflamacionin, astrocitet, oligodendriocitet, sikurse dhe mikroglian. Ju uroj miq një natë të këndshme dhe shëndet të keni të gjithë.